13 prill, për ulësia e pashoqe. Atëherë Jezusi doli jashtë, duke mbajtur kuroron e ferrave dhe rrobën e purpurt. Dhe Pilati u tha: "Ja njeriu." Gjoni 19:5. Ja tek ishte Krishti, kryet e tij shpuar nga një kuror prej ferrash, i veshur me rrobat e një tjetri, i detyruar të mbante si skeptër një kallam. Të gjitha këto në shenjë talljeje ndaj mbretërimit të tij, teksa qeveritari romak, Pilati, i tha turmës që tallej: "Ja njeriu." Edhe pse ai i tha ato fjalë me përbuzje në mendje, për ironi, ato ishin të përshtatshme. Ja tek ishte shpëtimtari i botës, i veshur me përulësi të pashoqe, i stolisur me një dashuri të madhe për botën. Kemi shumë për të mësuar nga shembulli i Krishtit. Ndërsa mbreti i përulur duroi talljen mbretërore dhe vdekjen para vdekjes së fshikullimit brutal, ai nuk shqiptoi asnjë fjalë për t'u vetë mbrojtur. Dhe për çfarë dënuan atë? Për shërimin e një gruaje që lëngonte prej 18 vjetësh? Luka 13, 10 deri në 13. Nga që kishte rikthyer në jetë djalin e së vesë së Nainit? Luka 7, 11 deri në 17. Nga që e kishte nxjerrë Lazarin nga varri? Gjoni 11, 1 deri në 44. Nga që i kishte marrë fëmijët në prehër dhe i kishte inkurajuar dishepujt e tij që të kuptonin se e të tillëve është mbretëria e qejve? Mateu 19:14. Mbi ç'bazë morën guximin akuzuesit e Krishtit që të abuzonin me të në këtë mënyrë? Nuk mund të kishte asnjë bazë, por ata e bën gjithsesi. Kur Zoti ynë i përulur qëndroi i heshtur gjatë gjyqeve të tij të shumta, Pilati u ofendua dhe u ndije i parespektuar. Këtu ka një ironi të madhe, pasi ky qeveritar romak u përpoq të ushtronte pushtetin e tij mbi mbretin e gjithësisë. Ndërkohë, ai mbret nuk bëri asgjë për të treguar autoritetin e tij ose për të shpëtuar jetën e tij. Ai vuajti me përulësi një gjyq të padrejtë. Tha të vërtetën kur ju bën pyetje dhe shkoi përpara, madje deri në vdekje, dhe të gjitha i bëri në vendin tonë. Pyes veten: a e shoh me të vërtet këtë njeri që qëndron përpara Pilatit, që qëndron përpara turmës, që qëndron përpara meje? Ky nuk është një individ i pafuqishëm që nuk mund të bëjë asgjë për veten e tij. Ky është Perëndia i mishëruar. A e kuptoj pse eci ai në këtë shteg poshtërimi? Oh, ç'dashuri që plani në shpëtimit krijoi. Dashuri dhe shpëtim për ty dhe mua. 2000 vjeçar më parë, jashtë pallatit të qeveritarit, u shfaq një skenë për të ardhur keq. Pjesërisht për shkak se Jezusi i kishte emrat tanë përpara vështrimit të tij. Emra që ai kishte gdhendur mbi pëllëmbët e atyre duarve, që do të shpoheshin nga goshtët mizore. Shi Isaia 49:16. Mos qofshim kurrë si turma e tërbuar që tallet me përulësinë e Krishtit, as si Pilati, duke pritur që Krishti të impresionohet nga ne. Përkundrazi, shikojeni këtë njeri me gjithë përulësinë e tij, duke mbajtur këtë kallam, duke mbajtur këtë kuror, duke veshur këtë mantel, duke u varur në atë kryq. Dhe shiheni atë teksa ju bën ftesë. Shikojeni njeriun dhe dijeni, përtej çdo dyshimi, se dashuria e tij për ju nuk ka fund.